Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it dhe siç e shikoni jemi përsëri pranë detit për arsye se do të flasim për një nga peshqit që në vlerësojmë më tepër por që ka shumë benefite shëndetësore. Bëhet fjalë për sardelet. Sardelet janë shumë të pasura me omega 3. Unë kam thënë dhe në video të tjera që omega 3 është një lloj yndyrë e shëndetshme që do të ndihmojë shumë edhe në parandalimin e smundjeve të zemrës dhe të qarkullimit të gjakut. Sepse ndihmon në reduktimin e nivelit të kolesterolit, që është një lloj yndyrë e keqe, që shkakton kushtin të enëve të gjakut, duke rritur riskun edhe për insult cerebral apo edhe për infarkt miokardi. Nëse neve konsumojmë omega 3, do të ulet ky niveli kolesterolit duke parandaluar këto lloj probleme shëndetësore. Gjithashtu, ka edhe përmbajtje përveç omega 3 dhe të njësoj mineralesh dhe vitaminash, të cilat ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Pra, uljen e tensionit, që do të thotë, hipertensioni është një nga shkaqet kryesore të smundjeve të zemrës dhe si pasojë të infarktit apo insultit, dhe duke konsumuar pra mjaftueshëm sardele do të marrim një sasi të konsiderueshme të këtyre vitaminave që ulin riskun për këtë smundje për shkak të uljes së tensionit të gjakut. Një benefit tjetër që lidhet me omega 3 ka të bëjë edhe me përmirësimin e sistemit nervor apo sistemin nervor qendror, por edhe të nervave. Shumë prej nesh e kanë dëgjuar edhe nga më të mëdhenjt kur kishin provim për shembull që na thonin konsumo vaj peshku. Vaj peshku nuk është asgjë tjetër veç se omega 3, që realisht ka një farë të drejtë për arsye se ka studime të cilat tregojnë se si omega 3 do të përmirësojë pra shëndetin e trurit dhe të nervave, madje edhe nënat të cilat konsumojnë mjaftueshëm omega 3 gjatë shtatzanisë rezulton të kenë fëmijë që beba të cilët kanë një zhvillim të mirë të sistemit nervor. Përveç faktit që pastaj omega 3 do të ndihmojë edhe në parandalimin e një sërë sëmundjesh neurodegenerative, siç është për shembull rasti i Alzheimer apo edhe rasti i demencës. Omega 3 gjithashtu do të ndihmojë edhe në përmirësimin e shëndetit të syve, duke parandaluar dhe probleme të tipit për shembull suri that, apo do të mund të ndihmojë edhe në probleme emocionale siç është rasti depresione dhe jashtë. Tani duhet pa kujdes këtu për arsye se nuk mund të themi se omega 3 e shëron anksin apo depresionin, por që ekziston një sër faktorësh që do të lehtësojnë simptomat dhe një prej këtyre faktorëve është pikërisht përmbajtja në omega 3. Benefitet e tjera të lidhura me sardelet kanë të bëjnë me faktin se kanë përmbajtje proteinike që ndihmojnë në ndërtimin dhe në forcimin e muskujve dhe ka edhe përmbajtje të njësor mineralesh dhe vitaminash, siç e thamë, që jo vetëm do të ndihmojnë në reduktimin e tensionit të lartë, por do të ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin e procesit të tretjes, do të ndihmojnë edhe në parandalimin e proceseve oksidative nga radikalet e lira që do të thotë parandalojnë një sër tumorësh dhe kancerash. Gjithashtu ka edhe përmbajtje të lartë të vitaminës D. Vitamina D jo vetëm që forcon sistemin imunitar, por ndihmon edhe në përthithjen e kalciumit, që është një mineral tjetër që ndihmon në përmirësimin e shëndetit të kockave dhe të dhëmbëve. Një aspekt tjetër me rëndësi lidhur me konsumin e sardeleve ka të bëjë me faktin që ju e keni dëgjuar që një nga problemet kryesore të sigurisë ushqimore për peshqit ka të bëjë pikërisht me përmbajtjen e lartë të merkurit, që e dini që është toksik në fakt për organizmin tonë. Mirë, po sardele ka një gjatësi të shkurtër dhe duke qenë se ka një gjatësi të shkurtër, është një lloj peshku i cili ka shumë pak gjase që të grumbullojë mjaftueshëm merkur për të qenë i dëmshëm për shëndetin tonë. Pra, mund të themi që është deri diku një lloj peshku nga më të sigurtit për sa i përket përmbajtjes së merkurit. Shtrohet pyetja edhe se çfarë lloj sardelesh duhet të konsumojmë. Janë dhe ato të kanaçes, por unë nuk do të rekomandoja për arsye se kanë përmbajtje shumë të lartë të kripës, duke të kaluar edhe normat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, dhe ju e dini që kripa është një faktor risku për smundje të zemrës dhe për hipertension, pra nuk është e rekomandueshme zgjidhni sardele sa më të freskëta. Gjithashtu duhet të gatuan siç duhet, sepse gjithsesi ekziston risku nga sardelet të pagatuara apo të pagatuara e mjaftueshëm për përmbajtjen një lloj paraziti siç ndodh rëndom me peshqit e pagatuar apo edhe me mishin e pagatuar. Sigurisht nëse jeni alergjik ndaj disa lloj peshqish, ka gjasa që të jeni alergjik edhe ndaj sardeleve, prandaj duhet të jeni të vëmendshëm ndaj kësaj gjëje. Dhe një rekomandim i fundit, nuk është se rekomandohet shumë konsumimi i sardeleve për persona të cilët vuajnë apo kanë tendencën të kenë probleme me gurët në veshka, për arsye se konsumimi i tepërt të sardeleve mund të rrisë nivelin e acidit urik në organizëm, që është një faktor risku për sa i përket gurëve në veshka. Dhe kjo ishte videoja për sot.
Shpresoj t'ju kam dhënë informacione të vlefshme dhe nëse mendoni se është kështu, mund t'i bëni like videos dhe ta ndani atë me miqtë tuaj në share. Gjithashtu, si gjithmonë, ju ftoj që të bëni subscribe apo të abonoheni në kanalin tim në mënyrë që të mos humbisni asnjë video. Bashkë do shihemi në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet.